Pas një sër tolerimesh nga ana autoriteteve, policia ka arrestuar më në fund Lendi Palajin, e njohur si figura kryesore pas lokaleve të basteve 333 dhe 07. Palaj u ndalua mbrëmjen e djeshme në heshtje pasi u përfshi në një konflikt me armë 10 qershor në zonën e Alidemit. Në njoftimin zyrtar, policia dha vetëm inicialet dhe gaboi vitin e ngjarjes, por burime të sigurta konfirmoi se bëhet fjalë për një Lend Palajin, i quajtur ndryshe Lendi. Rasti shihet si një provë serioze për sistemin e drejtësisë përballë një strukture të fuqishme të basteve të palishme. Informacionet tregojnë se Palaj po përdor të gjitha kanalet për të dalë nga qelia, ndërsa drejtësia pritet të tregojë forcën e saj ndaj këtij rrjeti kriminal. Palaj nuk figuron në QKB me kompani të regjistruar dhe në kronikat mediatike rezulton pothuajse i padukshëm, megjithatë konsiderohet truri lokaleve ku lulëzojnë bastë sportive pavarësisht ndalimit me ligj. Hetimet zbulojnë se ngritja e tij nisi gjatë fushatës elektorale të vitit 2021, kur Palaj ishte aktiv në mbledhjen e votave në Alidem në favor të PSD-s së Tom Doshit. Pikërisht aty ndërtoi lidhje të forta me persona kyç të rrjeteve elektorale, të cilat më pas i shfrytëzoi për të organizuar aktivitetin e basteve në mënyrë të strukturuar. Raportet theksojnë se njerëz pranë Tom Doshit dhe Çim Babasit i ndihmuan financiarisht dhe i garantuan mbrojtje, duke i hapur rrugën për të ndërtuar një rrjet prej 25 deri në 30 lokalesh në kryeqytet. Këto ambiente funksionojnë në pamje të parë si kafene ose pikalorash, por në të vërtetë ofrojnë baste të palishme me pagesa kesh apo me kriptovaluta të mbrojtura nga VPN dhe platforma të centralizuara. Lokalet nuk shfaqin tabela ose logo të basteve, por mjafton të kesh kontaktet e duhura për të përfshirë në sistem. Paralelisht edhe SPAG dhe BKH kanë nisur hetime për të gjurmuar pasurinë e Tom Doshit, duke synuar të zbardhin rrjetin e plotë që qëndron pas Palajit. Ky pritet të jetë një nga provat më të rëndësishme për drejtësinë për të goditur një prej skemave më të sofistikuara të basteve në vend.